Mund të thuat, po. Është një përmbysje, një tradite, një mënyrë jetese, të konceptimit të botës, dhe është një gjë që i përbën të gjitha dhe kryon një raport të ri. Dhe interesant është se mesazhi që ai solli nga Zoti fillon të me lexo. Pra nuk ishte diçka që ai po e bënte nga dëshira e tij apo nga ëndra e tij. Thjesht urdhri i Zotit, domethënë i erdhi urdhri i Zotit, le të themi, dhe po thoni se thamë ikëm nga dhuna dhe maltretimi. Po. Në një farë mënyrë ikje nga e keqa? Njeriu, domethënë duhet të shohë se mund të lexohet edhe kështu, një ambient, një territor, një vend Meka, siç thatë ju, ku dhuna dominonte, keqtrajtimi etj. Padashje mund të jap të drejtë dikujt të mendoj pas ka qenë simboli i së keqes, i dhunës, Meka? Në atë kohë ashtu ishte. Në atë kohë ashtu ishte dhe përderisa rrezikohej jeta e njeriut. Në këtë rast, për shembull, nata ku profeti bekimet e Zotit qofshin mbi të u largua nga Meka në Medinë, ishte një natë që ata ishin mbledhur gjithë për ta vrarë atë natë. Pra nuk ishte puna komoditet, nuk ishte puna se për një jetë më të mirë. Të bëhe fjalë jetë ose vdekje. Në të folmen e përditshme, ka marrë trajtat e një metafore edhe në poezi. Për shumë kënd, mase e keni dëgjuar dhe thuhet, kjo është Meka ime. Po. Pra ka marrë këtë kuptim të ndryshëm me atë çfarë na reflekton historia për shkak të imponimit të emigrimit dhe të ikjes nga Meka për Medinë. Edhe vetë profeti e ka vuajtur shumë këtë pjesë. Atë natë që u largua, ktheu kokën nga Meka dhe tha, o Zot, ti e di shumë mirë që ky është vendi më i shtrenjtë për mua. Po fakti që po më nxjerrin unë po dal, se po mos më kishin nxjerrë nuk do të dilja. Pra edhe ai nuk është se nuk e ka vuajtur këtë pjesë. Iku nga halli, nga dhimbja. Nga dhimbja dhe nga rreziku i jetës. Sikur Zoti po na thotë, njeriu duhet shohë, domethënë atë që është më e mira për të. Ndonjëherë njeriu duhet lëvizi nga vendi i tij për një jetë më të mirë. E di çfarë më sjell tani duke biseduar, kjo që sapo thatë. Më sjell në vëmendje këtë realitetin e sotëm, do bëjmë dhe një paralele. Po. Të njerëzve që janë detyruar të ikin nga dheu, për shkak të halleve, të pamundësisë, të varfërisë. Më herët është ikur edhe për të ikur dhunës. Pra ka gjejmë dot një paralele në këtë ikje nga Meka, edhe pavarësisht dashurisë dhe lidhjes shpirtërore që kemi me të? S'ka dyshim, ka lidhje, po mua që më intereson edhe që është shumë interesante është kjo lëvizje e profetit Muhammed, pra nga Meka në Medinë, ka një gjë, një filozofi shumë të fortë brenda saj për atë që e lexon nga jashtë Islamin. Kemi le të themi një supozim apo një lloj le të themi akuze ku pretendohet se Muhamedi ishte shumë gjeni, ishte shumë i zgjuar, edhe e bëri gjithë këtë gjë në vetë në mënyrë që të bënte një revolucion botror, në mënyrë që të sillte një sistem të ri, ndryshe nga ajo që po zhvillohej bota deri në atë kohë mesjet. Faktikisht kush e lexon jetën e tij, e kupton që nuk ka qenë gjë e stisur as e përgatitur. Ikja e tij në Medinë ka qenë në një natë ku të gjithë ishin mbledhur për ta vrarë, po mrekullisht Zoti e nxorri dhe e shpëtoi. Pra ai ku, siç e themi ne kështu, për të ruajtur kokën e tij, për të ruajtur jetën e tij. Pra është zhvilluar jeta e profetit alayhis salam, jo si një jetë e skenuar prej tij, por në fakt i bie jo vetëm për të shpëtuar kokën e tij, po për të shpëtuar shumë më tepër për shkak të kauzës dhe të... Nuk ka dyshim që çdo gjë ishte e dirigjuar nga Zoti i gjithësisë. Mua më intereson shumë kjo pjesa që nuk ka pas gjë prej tij. Dhe çdo gjë ka qenë prej Zotit.